Njësia vendore e kujdesit shëndetësor Shkodër organizoi një aktivitet sensibilizues në qendër të qytetit në kuadër të 31 majit, ditës botërore kundër duhanit. Aktiviteti ishte informues për dëmet e duhanit dhe promovues për një jetë pa duhan. Unë jam i mendimit që ne të gjithë kemi një rol në këtë qytet, si individ, si prindër, si qytetar. Ne nuk jemi këtu për të gjykuar atë që e pinë duhanin, por për të inkurajuar që ta lojnë. Sidomos kryesisht të rinjt, për t'i mbështetur në këtë nismë nga një ardhmje që sjell vetëm pasoja. Qytetarët janë përgjigjur pozitivisht, ku na bashkohen në këtë nismë, ka pasur përgjigje pozitive nga të gjitha kategoritë e moshave. Dita botërore kundër duhanit synon të rrisë ndërgjegjësimin e publikut mbi ndikimin që ka përdorimi i duhanit si dhe dëmeve që sjell konsumimi i tij në shëndetin ton. Rritja të rinjve që konsumojnë duhanin është kthyer në një shqetësim, shumë prej tyre konsumojnë edhe pranë shkollave që në moshë të vogël.